Andi i bleu Franceskës një pije 20 euroshe dhe tani dyshon se femrat të përdorin janë materialiste. Ndërkohë, Franceska i ka shkuar Andit në takim e veshur me 800 euro fustan, 300 euro parfum, 200 euro vëth, fytyra plot me sefora dhe Andi dyshon se ajo po e përdor. Vetëm lapsi i buzëve që ja fshy mojitoja i ka kushtuar 40 euro plus shkëlqyesi dhe po, thojnë të saj 120 euro duken shumë bukur kur kapin gotën. Estetistja e meritoi atë 20 euro bakshish. Nëse e shes si transakcion, ajo është 40 euro humbje vetëm se toleroj bujarinë tënde. Ajo është sonte me ty sepse shoqet i kanë qarë kokën duke e pyetur sa kohë ke pa dalë në një date. Pastaj çon shoku i Andit dhe thot, po parfumin dhe vëthet ja bleu asaj ai i fundit. Okej, po krucët, po çantën, po shtëpinë, po makinën, diplomën në Trinity College, biznesin. Tani, kur unë ulem me një femër më tavolinë, nik të përshëndesë, roj mos të kesh kuptosh për këtë pjesë, po tani me qenë se e ke bo publikisht, ta kthej edhe publikisht. Kur unë ulem të tavolinë me një femën, edhe kjo femra ka gjona që përmeni Nika, ka çantën, ka këto gjona të Gucci, të këto sajnë të qenë, gjona që kushtojnë. Tani, unë kur ulem me këtë femër të tavolinë, unë supozohet, si moshkull me karakter që kam, unë supozohet që po kërkoj një femër, jo për pasion, për me hedhë në kravat, për me ja kalu bukur, 2-3 vjet, edhe vazhdoj gjej tjetrën. Unë po mundohem, si moshkull serios, të futem me një temë që të futem të ja premtimin para Zotit, edhe unë ta maj premtimin para Zotit, që mos ta le atë femër kur. Tani, unë që du këtë sen nga kjo femër, do e pys, do ngrit pyetja. Tani ti, do ta pys atë femën, çfarë punë e ban? Çfarë punë e ban ti që ke mundësi me afru këtë sajne? Çfarë punë e ban? Sepse, unë vetë personalisht duke kuptu jetën, unë e di që një femën, asnjëherë nuk mund të arrije gjana mrapan, edhe pse është realiteti, nuk mund të arrije gjana të tilla, pa pas babën e vet mrapan mi pagu për shkollën, vllën e vet mrapan me mbështet me ekonomi, ose të dashurin e vet, ose dashurin e vet pa mbështet me ekonomi. Pse kështu është jeta. Sy pëlqen, s'ka problem, mirë me Zotin, jo me mua, kështu është jeta. Tani, po s'pati ndimen ose trupin e vet, që fut trupin në funksion, që ja jep e fiton atë punën e mirë, dhe Zotin e mirë, sepse është seksi. Një nga këto të katërta. Tani, do më tregosh ti si fem, nëse ti të ke interes mu si moshkull, më fol pak për jetën nane, qa është jeta jote? Si ki arrit të gjana? Po të thuash, po të më thoje e zemë shemë, që shikon nga më qenë lidhur a i buri ka pas lek, a ne e këtina, unë humbas interesin, ose mu mi ka punë humbas interesin ty, nuk kam mua më ty interes për të po grune e familjes teme, për me të ba nanën e fëmijëve të mi, nuk kam mua interes. Du të gjesh dika tjetër që ka pasion ty, unë nuk kam kohë me hupë për pasionet të ne. Humbas interesin, sepse ti ka plëcu kushtit një moshkull tjetër, cila është detyra jeme për ty? Çfarë detyre kam unë për ty? Tani s'po pas ku unë detyrë, tani çanta Gucci po eksperiencat e jetës si pasi fitu me një moshkull tjetër. Lek paske, se këtu është problemi kryesor ku mendojnë meshkujt, që ku mendojnë femra që ideologjinë që kujtojnë që kur femra nuk ka, kur ka këto lek, kur mban këto edhe ka kalu 10 meshkuj, është e gatshme tani mu martu. Jo, kjo s'është faktikisht gatshme mu martu, ma. Vjen keq, kjo është realiteti, e unë do flas realitetin. Nuk ka është e gatshme mu martu, ma. Aty është vetëm pasion. Kjo është kur ka dalë jashtë mode. Këto femra kanë dalë jashtë mode, kështu është realiteti, më vjen keq si djeg. S'funksionon, nuk ekziston një moshkull me marrë seriozisht. Se një femën asnjëherë nuk ekziston femër në këtë botë me arrit një pozicion pa një moshkullit, të dashurit babës vet ose trupit vet. Si do thush ti, unë arrita me standardet e mia, me kapacitetin e punës time. Ran, nëse ti je nosht edhe e pa ngërqetis se ekziston moshkull me ta varë seksualisht, edhe ti shkon me fazën atje, edhe thu, shiko unë e fitova punën, edhe pse s'kam fizik, aty do të besoj, po ama nëse ti je seksi, e do të dollë shto më bursh me gjënda Gucci, me gjënda tjetër, e të ullë shto i kam fitu punën me merit,
Lek të pralla, ka meshkuj që ju besojnë të sajnë, jam dakord, se normalisht ka meshkuj që ju besojnë të sajnë. Po këto janë gjëra pasionit që ju duhet me ditë tani. Se ka meshkuj për shkakun që besojnë në 50 Shades of Grey, shohin në ëndra Netflixit, edhe janë tolerant të sajnë. E kupton? Janë tolerant edhe shikojnë, po lejohet, s'ka problem, thojtë Gucci sajnë këtë natë. Tani a do të lidhim ne të bashkojmë jetën, të japim premtim para Zotit, apo do bëjmë thjesht pasion? Që unë shfrytëzoj trupin tanë, qa dënë, ti qalaj moshkullit dënë. Nëse dënë pasion që unë shfrytëzoj akoma trupin tanë, qishë ta kanë shfrytëzu 10 veta tjerë për para, që ti ke menu që i ke dërë seriozisht, atëhere po, hajde, e ke drejti, këto meshkuj, hajde pa pranojmë pa pranojmë unë tani si pas ka dharo i dashur i jëtë ti parfum me 500 euro, ose pas a ble gjana Gucci, ose ti qa ke bo, pa pranojmë, apo dënë tani moshkull, që donë që ta jave premtim para Zotit, ti të kthesh nana fëmijë që ti të kish qetësi në shpirtin dan. Qa donë? Tani ky moshë që t'jep qetësi nga ekonomike, ky ka standarde, edhe ti nuk ja mosh standarde këtij gjëra, se ti ka mosh një moshkull tjetër. Ti tani. Sepse këtë kushtit se ti s'gelan hapësirë mu të zgjohem gjesë, unë të plëtsoj, si tani ma ti je femër me lek tuja, ti je femër vend ke Gucci, ti je femër që del girls night, ti je femër që ti mu më që toksik mu, këmëten? Mu më që toksik ti je femër që mu më që toksik, nuk ti ke plëcu gjana ti dashër jo ti ka blijet të tjera, ti ke udhëtu më skafe, ke udhëtu gjana, kjo është boring, kur ti del femër që i ki tona eksperiencë, që ka me të zbulu unë ty, që ka me bëndë, me qumë hënë, më raken hënë, ti s'ngjelan gjana, se moshkulli gjithë mund ndihet, kreativ, kur është kreativ në femrës që ka, kur mundet me improvizu gjana që femrë e vetë të bëhet lumëdër, ty s'te ban më gjatë lumëdër, si ti i ke po gjitha, që ka mund me humba ty, pasion vetëm, me pasion të vazhdoj për ju. S'ka këtu dashuri. Ju e ngatroni pasion me dashuri njerëz. Këtu është problemi kryesor. Moshkulli kërkon femra pa eksperiencë, jo vetëm për faktin se është mizogjen ose është i parapameton, jo vetëm për këtë fakt. Po kërkon femra pa eksperiencë sepse don vetë të improvizojë ajo femër, do vetë që këtë femën ta bëhet lumtur, do vetë që femën ta marrë edhe femër të thoje se moshën ndihet i lumtur vetëm kur femra që kam kraj thot bravo, wow, të lumt, se niti përkdhelën kështu, bravo, burri jam që punove sot. Çfarë ka me vlerësu ke femër? Çka ka me vlerësu ke femra tjetër? Thjesht pasion. Kalo dhe i moshë, hajde numrin 11, 12. Ju ngatroni pasionin me dashurinë e njerëz. Ju ngatroni pasionin me dashurinë edhe ngatroni edhe çrëndoni njerëz dhe jepni mesazhe të gabuar. Tash ti nik shpresoj mos të kesh kuptosh. Mos pjesë kuptosh, po kesh një realitet. Po e merr një diçka për e përshkruan tamam Netflix, 50 Shades of Grey, Christian Grey. Nuk funksionon kjo në jetën reale. Nuk ka as ato që janë në Netflix, janë thjesht imagjinatat e satanistë të burrave të dëb. Kupton? Kjo nuk funksionon në jetën reale. Nuk funksionon kjo në jetën reale. Kjo është jeta reale është ndryshe. Jeta reale ka vujtje. Jeta reale me moj premtimin e Zotit është krejt totalisht ndryshe, diçka ndryshe, po flasim për diçka ndryshe. Kupton? S'po flasim për pasion në tani. Sepse që ti një femër për shembull ti si gru, ke eksperjenca, ke gjona, ke sana, ke këto. Ti si gru, qa po më fron ti që s'mu ta gjete femrat e tjera unë? Qa po më fron ti? S'po kuptoj, qa më fron ti që unë nuk mund ta gjete femrat e tjera? S'po ma jep virgjerin? Si këta e tjera, ka kohë bëllë femra së dush që janë të bëtë pasmra për i dashnorit. S'ka. Apo, nëse këtu ma milgojnë mu, nëse ti arrin gjanat, këtë të sanet vetë, sepse ti e ke bobën pasun, vjen nga një familje pasur, po ti e nërshme, këtu këtë drejt absolutisht. Absolutisht tu këtë drejt. Unë duhet me si zban, nëse ty do me të bëjë për grunë teme, unë duhet si zban të pakten me të bind me vepra që unë po mundohem me të vërtet për marrë diçka. Që ti t'ishe bindur si femër. Po, këtu këtë drejt. Këtu duhet mi grabythë, thonë. Që të pakten me bind, që pse shiko, me të vërtet unë se kam ekonominë, sikur e kanë prindërit e tuja ndaj këtina, po të pakten horizontin e kam për të arritur gjana. Këtu po ku ti e nërshme, po nëse e ke ekonominë të lloj faze, këtena më këtë tjetër, këtë që po thamë. Jo këtena sepse ty ke shfrytzu trupin tanë, ose ti ka blet dashnori.
Këtë s'kam që me vujtën, pse me vujtën? Pse du të me marrë ndërtimin për me vujt? Pse du të me bëhë në këtë sen? Se kuptojnë në këtë sen, a shumë e thjesht matematika, se ju i bini nga Kina. Pse du të me bëhë? Shkoj të femra tjetër, gjej tjetër, pa u lëdh. Pse du të me improvizohen për me botë litë plumëtër? Pa u lëdh, funit mrapan, qa të kemë pasion të kemë, thjesht të kemë shpenzime me ty. Pasion, ma mirë rri, tak, ose dush fem, del të bari, e zemë shemull, tak gjef, nëse unë jam një moshkull që kërkoj vetëm pasion, del të bari, gjef femër, tak, dit për dit femrat ndryshme. Ose të mos kur je moshkull i pashëm edhe të ndjekin ndan, të afrojnë ndan. S'ko këto, s'funksionon. Nuk funksionon kjo pjesë. Po e jep një mesazh totalisht gabum. Kupton?